Sulmi ndaj një banke në Tiranë solli edhe një herë, si dikur në kohët e vjetra, një ankth për goditjen e institucioneve financiare. Çfarë ndodhi në të vërtetë? Shkur 2026, Tiranë, ish parku i autobusave rruga Muhedin Llagami, mesditë ora 11:20. Një bur i armatosur hyn brenda në ambientet e një banke të një niveli të dytë, Fibank, dhe në kërcënimin e armës së zjarrit drejtohet në sportel duke kërkuar para. Që t'ishte më konkret dhe t'i jepte më shumë panik të gjithëve që ndodheshin brenda në ambientet e bankës, qëllon një herë në dysheme. Plumbi për fat të mirë nuk bën rikoshet dhe nuk e rrezikon jetën atyre që ndodheshin brenda këtyre zyrave. Mes panikut dhe ankthit pavarësisht se në kërcënimin e armëve ndërsa një mbush çantën me para, dikush shtyp butonin e emergjencës për të lajmëruar policinë se po grabiteshin. Kjo ishte një ndërmarrje e rrezikshme prej atij që shtypi butonin e emergjencës, po me sa duket grabitësi i dukshëm nuk ishte një njeri që kishte studiuar bankën. Ai thjesht e kishte parë pa shumë roje dhe ishte futur. Sapo autori kësaj grabitje del nga banka, forcat e policisë kishin mbërritur në vend ngjarje. Një patrull policie, e cila ishte më afër prej të tjerave, u gjend në vendin e ngjarjes me njëherë. Ata reaguan me një armë të drejtuar ndaj tij, edhe pse me një Kalashnikov ai nuk bën rezistencë. Dorëzohet. Njeriu që po grabiste do deklaronte më vonë se kishte probleme të rënda financiare, por në fillim merremi me mënyrën se si tentoi të grabiste. Ai nuk u përpoq të fshihej. Ishte pa maskë. Pra më shumë ishte një tentativë për të shkuar drejt burgut, sesa një tentativë grabitjeje. Armën tha se kishte në banesën e tij që në vitin 1997. Kalashnikov i sekuestruar ishte një armë e vjetër e cila i përkiste më parë ushtrisë shqiptare. Policia ja bllokoi me njëherë armën dhe paratë e grabitura në çantë si një provë materiale. Kur po dilte ai u sigurua që arma të mos bënte qitje të pakontrolluar. E heq nga siguresa dhe vendos në çantë bashkë me paratë e grabitura. Nëse ai nuk do të përdorte armë, do të akuzohej sipas nenit 136 të kodit penal, vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit. Vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit dënohet me burgim nga 5 deri në 15 vjet. Po kjo vepër kur kryhet në bashkëpunim më shumë se një herë ose ka sjell pasoja të rënda, dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet. Tani që përdori një të tillë, do të marrë edhe 10 vite shtesë. Neni 140, vjedhja me armë. Vjedhja e pasurisë së shoqëruar me mbajtjen e armëve dhe municioneve luftarake ose me përdorimin e tyre dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet. Tashmë ai del nga burgu minimalisht pas moshës 70 vjeç dhe pas 12 vitesh. Në çdo lloj rrethane ka për të bërë kaq burg. Në këtë moshë kur të dalë, ato që ngelen pa marr lek tek ai nuk do të kujtohen më për të. Edhe po të kujtohen, s'kan çaj marrin më. Në pamje të parë veprimi i tij duket i pakuptimt. Të hysh në një bank i pamaskuar me Kalashnikov në dorë, thuajse duke kërkuar të kapesh. Por nëse e shohim më thellë, kuptojmë se kjo nuk ishte një grabitje e zakonshme. Ishte një akt i paramenduar, një lloj vetdorëzimi përmes krimit. I zhytur në borxhe ndaj shumë personave, i ndjekur me sa duket nga telefonata, kërcënime dhe presioni vazhdueshëm, ai e pa veten të mbyllur në një qoshe. Borxhet nuk janë më thjesht shifra, ato ishin ankth dhe frikë. Në fakt, ishte ai që kishte grabitur punëtorët vit pas viti. Në vend që të përballej me pasojat financiare, zgjedh një mënyrë ekstreme. Grabitja e bankës e kryer pa maskim dhe pas një përpjekje reale për t'u larguar. Tregon qartë se qëllimi nuk ishte përfitim financiar. Ai nuk synonte të pasurohej për të izoluar. Burgu në mendjen e tij u shndrua në një stre paradoksale. Një vend ku askush nuk do t'i kërkonte borxhet, ku presioni kreditorëve do të zvendçojë nga rregullat qarta dhe një realitet i kufizuar, por i parashikueshëm. Ky veprim ngre pyetje të thella mbi dëshpërimin njerëzor. Sa i madh duhet jetë presioni që një njeri të zgjedhë humbjen e lirisë si zgjidhje? Në vend që të kërkonte ndihmë të negociante apo të përballej me pasojat civile të borxheve, ai zgjodhi një rrugë penale duke kthyer problemin ekonomik në çështje kriminale. Në fund, ky nuk është thjesht një rrëfim për një grabitje të dështuar. Ai nuk hyri në bank për të fituar para, hyri për të humbur lirinë. Nëse do t'i shpëtonte burgosjes, do të kishte para sa për të shtyr kohën dhe për të shlyer borxhlind. I arrestuar i Bardhyl Fusha, 58 vjeç,
është një sipërmarrës në fushën e ndërtimit. Gjatë marrjes në pyetje ai ka deklaruar se ndodhej përballë borxheve të mëdha financiare, të cilat sipas dëshmisë së tij e shtyn drejt aktit kriminal. Nga pikpamja psikologjike, presioni i zgjatur financiar mund të krijojë një gjendje të fortë anksi, ndjenjë dështimi dhe humbje kontrolli. Por individë që për vite me radhë kanë pasur rol aktiv ekonomik dhe shoqëror, rënja financiare shpesh përjetohet jo vetëm si problem monetar, por si krizë identiteti. Borxhi, sidomos kur shoqërohet me detyrime ndaj familjes, punojësve apo partnerëve, mund të perceptohet si kërcënimi drejt për drejt ndaj dinjitetit personal. Ekspertët e sjelljes theksojnë se në situata të tilla, mendimi racional ngushtohet. Personi mund të hyjë në një gjendje tuneli psikologjik, ku fokusi përqendrohet vetëm te zgjidhja e menjëhershme e krizës, duke minimizuar pasojat ligjore dhe morale. Ndjenja e dëshpërimit e kombinuar në frikën e falimentimit mund të prodhojë vendime të nxitura dhe të rrezikshme. Megjithatë, presioni financiar sado i rënd nuk e justifikon zgjedhjen e dhunës apo shkeljes së ligjit. Borxhet mund të jenë faktor nxitës, por kalimi nga vështirësia ekonomike në një akt të armatosur përbën një kapërcim të vetëdijshëm të kufive ligjor. Por ka një problem. Kur mashtroi për vite me radhë shumë prej kreditorëve të tij, çdo veprim i tij i mëvonshëm mund të merret si i tillë. Grabitja e bankave ka patur periudha të ndryshme dhe forma të ndryshme. Dikur institucionet nuk ishin të sigurta. Çdo kush mund futej me armë dhe i grabiste. Më pas u morën shumë masa të forta sigurie. E atëherë filluan të grabisnin fugonat e tyre që niseshin drejt rinasit, sepse ato që donin. E kur edhe ato u bën të sigurta, mbeti forma digjitale. Vjedhja e kartave në internet. Kudo në botë, grabitja e bankave në thelb është një formë reagimi ndaj sistemit, por për fat keq në Shqipëri nuk ka ndodhur ndonjëherë një gjë e tillë. Çdo kush që ka kryer një grabitje, thjesht e ka patur një histori të pastër kriminale edhe për përfitim financiar. Sa herë që sistemi forcohet, krimi përshtatet. Në Shqipëri, historia e grabitjeve bankare ilustron qartë këtë logjik, nga sulmet e drejt për drejta me armë, te goditjet ndaj fugonave të transportit parave, e deri tek zhvendosja në hapësirën virtuale. Është një rrugtim që tregon jo vetëm transformimin e sigurisë, por edhe transformimin e vetë krimit. Deri në vitin 2010, që mund ta quajmë si faza e parë, grabitja e bankës ishte një akt brutal dhe i drejt për drejt. Personat armatosur shpesh me Kalashnikov hynin me maska në banka dhe në kërcënimin e armës, merrnin para nga arkat. Ishte një skenar i njohur pothuajse kinematografik, i parë në lajmet e përditshme. Raste të tilla u bën të njohura në qytete si Tirana, Durrësi apo Vlora, sidomos në vitet kur siguria fizike e institucioneve financiare ishte ende në konsolidim. Por sistemi reagoi. Bankat investuan në kamera me rezolucion të lartë, dyre me hapje të kontrolluar, xhama antiplum, roje private dhe bashkëpunime të ngushtë me policinë e shtetit. Prania e teknologjisë dhe rritja e ndëshkëlqyeshmërisë bën grabitjen klasike gjithnjë më të vështirë. Rreziku u rrit, ndërsa probabiliteti i suksesit ra. Krimi, si çdo aktivitet oportunist, filloi të kërkonte hallkën më të dobët. Kjo hallkë u gjet te transporti parave. Fugonat që lëviznin shumë të mëdha midis bankave dhe pikave të tjera financiare u kthyen në objektivin e ri. Rasti më i bujshëm mbetet grabitja në aeroportin e Rinasit, ku autorët arritën të deportonin në pistë dhe të merrnin miliona euro. Ky akt tregoi se krimi kishte ndryshuar strategji, jo më përballje brenda bankës, por goditje në tranzit, aty ku paraja ishte në lëvizje. Edhe këtu, megjithatë, reagimi u bë i fortë. U shtuan masat e sigurisë në aeroporte, u përforcuan protokollet e transportit të vlerave monetare, u përdorën mjete të blinduara më të avancuara dhe sisteme gjurmimi. Fugonat u kthyen nga objektiva të arritshëm në fortesa lëvizëse. Sërish rreziku për autorët u rrit ndjeshëm. Kur hapësira fizike u bë pothuajse pa përshkrueshme, krimi bëri hapjen e radhës. Zhvendoset në hapësirën digjitale. Me zgjerimin e bankingut online dhe përdorimin e masiv të kartave, u hap një front i ri, ai vjedhjes elektronike. Mashtrime me karta, sulme kibernetike, manipulimet llogarive bankare, këto u bën format e reja të grabitjes, pa maska, pa armë, pa skena filmike. Një kompjuter, një rrjet dhe një uri teknike mjaftonin. Kjo fazë e fundit tregon një transformim thelbësor. Grabitësi nuk ka më nevojë për forcë fizike, por për kompetencë teknologjike. Krimi është bërë më pak i dukshëm, por jo më pak i rrezikshëm. Ndërsa dikur alarmi binte në sallën e bankës, sot sinjali i rrezikut është një email i dyshimt ose një transaksion i pazakont në ekran. Në thelb, kjo histori është një garë e vazhdueshme me sigurisë dhe shkeljes së saj.
Çdo mas mbrojtëse prodhon një kundërpërgjigje. Çdo mbyllje dere hap një dritare tjetër. Evolucioni i grabitjeve bankare në Shqipëri nuk është thjesht një histori kriminale, është pasqyrë e zhvillimit të shoqërisë, teknologjisë dhe institucioneve. Në fund, ndryshon forma por jo thelbi. Kërkimi për përfitim të shpejtë përballë një sistemi që përpiqet të mbrojë veten. Nga Kalashnikovit te tastiera, nga maskat e identiteti virtual, krimi ka ndjekur rrugën e rezistencës më të vogël. Dhe kjo na kujton se siguria nuk është kurrë përfundimtare. Ajo është gjithmonë një proces në lëvizje. Vjedhja e fundit e një banke datonte në Shqipëri shumë vite më parë. Por cilat janë arsyet? Në Shqipëri deri në vitin 2010 ka me 10 raste të vjedhjeve me armë të bankave, disa prej tyre nuk u kapën kurrë. Por ai që konsiderohet grabitësi më i madh i bankave dhe argjendarive në Shqipëri është 54 vjeçari Viktor Gusha. Ai kishte grabitur deri në momentin e arrestimit më shumë se 16 banka dhe argjendari. Por në grabitjen e fundit vrau një argëtare dhe plagosi një polic. Nuk vithte kurrë përveç ditës së premte, ishte tejet i zgjuar dhe vepronte vetëm. Krimet e tij ishin nga më shokueset, sepse bëheshin në mes të ditës dhe disa herë shoqëroheshin me viktima. Gusho ishte kthyer për disa vite me radhë problemi policisë. E konsideronin si grabitësi të premteve. Gjithmonë i kryente grabitjet në një ditë të tillë të javës për një arsye, sepse kuptonte që njerëzit në banka kryesisht shpejtonin momentin e fundit dhe ishin të shkujdesur pasi donin të mbyllnin turnin dhe i priste fundjava. Çështja e një procesi. Gusho e kishte kuptuar një tillë. Përveç kësaj ai godiste gjithmonë subjekte të cilat kishin probleme me kamerat. Ishte një vëzhgues i jashtëzakonshëm i ambienteve. Një ditë vendosi të grabiste të martën. Ishte e marta e 27 marsit 2012. Do të ishte shokuese për të gjithë. U fut në bankë, vrau një argëtare e cila nuk po ja dorëzonte paratë që kërkonte. Opinioni u trondit nga një ngjarje e cila ndodhi pikërisht në orën 13 mesditës. Për të u vënë aso kohe 10.000 euro në dispozicion dhe që nga momenti i vënies së tyre, ajo kap brenda 3 ditësh. Gjithë policia shqiptare u organizua për këto 3 ditë për ta kapur atë. Gusho kishte bestytni, por nga ana tjetër luante baste gjithkohon. Paratë që grabiste më shumë i linde në lojra fati, dhe atë të martë në grabitje i duheshin patjetër para. Nxitoi dhe për herë të parë pas më shumë se 16 grabitjesh të vërtetuara shkencërisht nga policia, një kamera e fiksoi në afërsi të vendit të ngjarjes dhe foto e tij u shpërnda brenda pak orësh, derisa 4 oficerë të shërbimit kontrollit të brendshëm e pikasin në një lokal me baste sportive. Gusho ishte e armatosur, por nuk bëri rezistencë, e kishte kuptuar që i kishte ardhur fundi. Gusho u arrestua në datën 30 mars të po atij viti, 3 ditë më vonë nga grabitja e fundit. Çuditërisht, ditën e fatit të tij, Gusho ishte një personazh i frikshëm dhe që nuk binte në sy. Kishte kryer 3 vrasje. Nga viti 2010 deri në vitin 2020, vjedhjet që kulmonin ndaj bankës ishin pikërisht ato të transportit të valutave. Të gjithë e kishin pikasur se ishin të pasigurta, pa automjete tipikisht të blinduara dhe me probleme të rënda në siguri. Ajo që ishte më e madhja dhe që mbahet si historia më e madhe në Shqipëri është ajo e prillit 2019. Është mbase historia më e guximshme e vjedhjes së parave në Rinas. Bankat pas disa vjedhjeve të tyre kishin shtuar parat për firmat që i siguronin transportin e lekëve, dhe këta të fundit shtuan sigurin por jo mjaftueshëm. Edhe pse resurse më të mira në mjetë dhe njerëz, por Admir Murataj mund t'ia gjente Çelsin çdo lloj grabitjeje bankash. Mendoi një tjetër histori, si një ndër njerëzit kyç. Pasi ishin arrestuar të gjithë anëtarët e bandës së tij, krijoi një të re me shumë persona në shumë qytete dhe me shumë rrjete të hapura. Në Durrës, Elbasan, Kosovë, Tiranë, Tropoj. Këtë radhë nuk i kishte bërë mirë llogaritë e kohës dhe shumë shpejt policia u gjet në rrugën e Niklës ku po tentonte të largohej. Aty pati i shkëmbim zjarri dhe Admir Murataj mbeti i vrarë në vend. Shokët e tij e braktisën trupin dhe fugonin me mbishkrimin "Hetimi tatimor" që shërbeu dhe u futën në brendësi të aeroportit të Rinasit. Policia e gjeti më vonë fugonin aty dhe vëreti se gjatë shkëmbimit një prej personave ishte vrarë. Ajo e mbajti sekret derisa arriti të identifikojë trupin.
Identifikim që do donte disa orë për shkak se gjurmët e gishtrinjve të tij erdhën nga shteti grek ku ishte dënuar më parë, po për një vjedhje banke. 4 të tjerët arritën të largoheshin përgjatë fshatrave të lumit zezë të Krujës duke humbur edhe gjurmët. Të radhe gjithë trupa e grabitësve ishte me maska automatik, granata dhe me antiplumb. Nuk dihet ende sa persona ishin në dieni dhe ndihmuan për të realizuar kjo grabitje, por në të morën pjesë 5 prej tyre dhe u përdorën 2 fugona. I pari me mbishkrimin e timit tatimor hyri dhe doli nga pista, me të u shkëmbye zjarr me policinë. Më pas u larguan me një fugon të bardhë. Fugoni zhvendosi një blok betoni duke e tërhequr me zinxhir dhe duke shpërthyer me forcë portën. Ju afrua avionit ku po ngarkoheshin parat, i kërcënoi, i grabiti dhe u largua. Ajo që s'kishin llogaritur ishte një grup i forcave të ndërhyrjes së shpejtë, i caktuar kohë më parë për të qarkulluar rreth rrotull rrinasit. Ajo u vu në ndjekje dhe shkëmbeu zjarr duke vrarë Admir Muratin. Ende dhe sot asnjë nuk di të thotë saktësisht sa para ishin, sa persona morën pjesë, si u ndan ato mes grabitësve. Parat nuk u gjetën kurrë dhe u ndan keq. Më shumë se 7 persona janë vrarë pas kësaj grabitje si rezultat i konflikteve që mbase nuk kishin lidhje me këto vjedhje. Një prej të arrestuarve vdiq në burg si pasojë e sëmundjes së rëndë, ndërsa 4 të tjerë janë në kërkim. Një listë e gjatë personash të ngatruar me një histori e cila në të vërtetë vuri në dyshim integritetin e Shqipërisë, me një aeroport të pasigurt dhe të sulmuar disa herë. Të nesërmen e kësaj grabitje në Rrinas u gjendën qindra punonjës policie dhe ushtrie që e morën në kontroll. Pati shkarkime në stafin e aeroportit. Banka, kuptohet, është ajo që e psoi më shumë në këtë histori. Një ndër shifrat më të larta të grabitura ndonjëherë në vend. Kjo vuri në dilemën e tyre edhe historinë e transportit të valutave të mbledhura në Shqipëri dhe që dërgohen jashtë kufive të saj. Pas kësaj, bankat filluan të rrisnin ndjeshëm pagesat për firmat e sigurisë dhe këta të fundit blen vërtet makinat blinduara që nuk mund të grabiten më lehtë. Rastet e përsëritura të transaksioneve të pa autorizuara, klonimit kartave dhe mashtrimeve e kanë rikthyer në vëmendje çështjen e sigurisë kibernetike në sistemin bankar shqiptar. Ekspertët teknologjisë së informacionit theksojnë se ndonse bankat operojnë në sisteme të certifikuara dhe deklarojnë standarde sigurie, investimet në mbrojtje kibernetike shpesh nuk janë në nivelin e kërcënimeve në rritje. Ato vidhen në mënyrë periodike në Shqipëri, por gjithmonë nuk i tregojnë humbjet e tyre. Në disa raste të raportuara ndër vite klientë të bankave të nivelit të dytë kishin denoncuar lëvizje të pa autorizuara fondesh përmes kartave debit apo kredit, kryesisht në platforma online. Edhe pse bankat zakonisht kompensojnë dëmet individuale dhe theksojnë se sistemet e tyre nuk janë cënuar drejt për drejt, mungesa e transparencës mbi shifrat totale të humbjeve mbetet një pikë pyetje e vazhdueshme. Sipas specialistëve të sigurisë, modeli është i njëjtë, të dhënat e kartave përfitohen përmes faqeve të rreme, mesazheve mashtruese apo rrjedhjeve të mundshme të informacionit dhe më pas përdoren për blerje apo transferta jashtë vendit. Problemi, thon ata, nuk qëndron vetëm tek përdoruesit që bien pre mashtrimit, por edhe tek niveli i investimit në sistemet avancuara, monitorimi, inteligjencë artificiale për zbulimin e anomalive dhe auditime të rregullta sigurie. Një tjetër element kritik është komunikimi publik. Në shumicën e rasteve, bankat nuk publikojnë të dhëna të detajuara mbi vlerat totale të dëmeve financiare nga incidentet kibernetike, duke i trajtuar ato si çështje të brendshme. Kjo qasje megjithëse synon të ruajë besimin e klientëve dhe stabilitetin e sistemit financiar, shpesh perceptohet si mungesë transparence. Ndërkohë sulmet kibernetike po bëhen gjithnjë e më të sofistikuara dhe kufiri mes përgjegjësisë së institucionit financiar dhe kujdesit të klientit mbetet i debatueshëm. Në një treg ku digitalizimi po zgjerohet me shpejtësi, investimi në sigurinë kibernetike nuk është më opsion, por domosdoshmëri strategjike për të mbrojtur jo vetëm fondet, por edhe besimin publik në sistemin bankar. Vjedhja e fundit ishte në Bankën Kombëtare Tregtare, e cila pas një zhurmë nga mediat që vinte pikërisht nga denoncimi i klientëve të saj, u detyrua të pranojë klonimin e kartave të qytetarëve dhe zbrasjen e tyre përmes blerjeve dhe tërheqjeve kryesisht jashtë Shqipërisë. Por përmes një njoftimi zyrtar, PKT deklaroi se bëhet fjalë për një numër të vogël kartash dhe garantoi qytetarët se ata do të kompensoheshin plotësisht për paratë që u ishin vjedhur. Rasti prek një numër shumë të vogël kartash, të cilat janë bllokuar menjëherë. Të gjithë klientët e prekur janë kontaktuar dhe do të rimbursohen plotësisht, njoftoi PKT. Sipas bankës më të madhe në vend, siguria mbetej prioritet.
Por, siguria e fondeve dhe të dhënave të klientëve mbetet prioritet absolut për BKT-n, dhe banka vazhdon të investojë në sisteme të avancuara monitorimi dhe parandalimi për të garantuar standardet më të larta të sigurisë, njoftoi BKT. Mirë po, shumë prej qytetarëve u ishin vjedhur shifra deri në 5.000 euro, ndërsa numri i tyre dhe shifra mbetet sërish enig, sepse ka një gjë. Banka nuk i tregon kur vjedhjet ndaj saj. Në të kundërt, humbet tregun. Vjedhja online nuk tregohet asnjëherë qytetarëve. Bankat e ruajnë këtë sekret. Po në të vërtetë, a paguajnë ato për standardet më të mira të sigurisë kibernetike? E ditën në fakt që u tha se kishte filluar një shqyrtim gjyqësor ndaj gjithë atyre që do të marrin përgjegjësi penale për atë që ndodhi me Minikredit në këtë vend, Banka e Shqipërisë, pas shumë kohësh në një deklaratë publike, nxitonte të thoshte se në këtë vend kishte ulur kredite këqija. Rasti Pal Trashajt, 63 vjeçarit nga Lezhë që humbi jetën pas vitesh tortura financiare, nuk është vetëm një tragjedi personale. Është një alarm i rënd për gjithë Shqipërinë. Ai nuk ishte viktimë e fatit, por e një sistemi që lejon që skemat e mikrokredive dhe përmbaruesit abuziv të shkatrojnë jetën e njerëzve. Kredia prej disa dhjetra mijëra lekësh që Trashaj e mori për të përballur nevojat e familjes u kthye në një borxh monstruoz prej miliona, përmes manipulimeve, interesave të fryra dhe procedurave arbitrare të përmbarimit. Ta abuzues të pushtetit financiar nuk shikojnë fytyrën e qytetarit, nuk njohin vuajtjet dhe as ndjenjën e pafuqisë që krijojnë. Ata mbeten të mbrojtur nga ligji dhe burokracia, ndërkohë që viktimat përballen me bllokime pronash, humbje të pagave dhe presion psikologjik. Një njeri vetëm i edukuar, historian, me gjithë përpjekjet e tij për të gjetur drejtësi, u përball me një makineri abuzive dhe të ftohtë që e shtyu drejt vetvrasjes. Ky nuk është aksident, është produkt i një sistemi që lejon pa drejtësi, një tregu financiar ku parat dhe fitimi për disa janë më të rëndësishme se jeta dhe dinjiteti i qytetarëve. Duhet ketë përgjegjësi penale dhe ligjore për këta që abuzojnë me borxhet dhe skemat e mikrokredive. Por jo vetëm kaq. Burgime të rënda për të vuajtur atë që i kanë shkaktuar të tjerëve. Pal Trashaj, 63 vjeç nga Lezhë, ndroi jetë një ditë më vonë pasi konsumoi fotoksin përpara godinës së prokurorisë posaçme kundra korrupsionit dhe krimit organizuar. Ngjarja u regjistrua më 2 korrik 2024, kur Trashaj kishte shkuar përpara SPAK për të kërkuar drejtësi. Por pasi priti disa orë pa u marrë në konsiderat, vendosi të marrë vendimin fatal. Trashaj e njohej si një historian, ishte bërë viktimë një skeme mashtrimi me mikrokredit, që i kishte shkatruar jetën financiare. Ai kishte marrë një mikrokredi prej vetëm 76.000 lekë të reja në vitin 2008, por shuma fillestare u rrit në masën dramatike. Gjatë viteve, pasi ajo u transformua dhe u menaxhua nga shoqëritë e mikrokredisë, që i kërkonte afërsisht 4.8 milion lekë, një shifër shumë herë më të lartë se kredia origjinale. Për këtë arsye, Trashajt i ishin bllokuar për vite pronat për fshirë shtëpinë, tokën, makinën dhe pagën, duke i krijuar një stagnacion të plot financiar dhe emocional. Gjatë viteve përpara ngjarjes tragjike, ai kishte bërë përpjekje të shumta për të gjetur një zgjidhje ligjore. Trashaj pretendonte se kishte shlyer detyrimet dhe se veprimet e përmbaruesve ishin të padrejta, por kallëzimet e tij kishin kaluar kompetencën dhe proceset ishin të zgjatura, duke lënë atë të ndiej braktisur nga sistemi. Dhe shpresa që tu vihet fre, një herë mirë të gjithë këtyre vjedhjeve masive në Shqipëri mbetet SPAK, e cila shumë shpejt do të nisë një proces ndaj të gjithë atyre që vodhën dhe e lejuan këtë vjedhje. Prokuroria e posaçme kundra korrupsionit dhe krimit organizuar ka përfunduar një nga hetimet më të mëdha financiare që lidhet me sektorin e mikrokredit. Prokuroria e posaçme kundra korrupsionit dhe krimit organizuar ka përfunduar një nga hetimet më të mëdha financiare të viteve të fundit që lidhen me sektorin e mikrofinancës në Shqipëri. 16 persona fizik dhe 4 kompani private u dërguan për gjykim, të akuzuar për grup të strukturuar kriminal, mashtrim me pasoja të rënda dhe falsifikim dokumentesh në fushën
e mikrokredis dhe mbledhjes së detyrimeve financiare. 16 persona fizik dhe 4 kompani private janë dërguar për gjykim të akuzuar për grupi strukturuar kriminal, mashtrim për pasoja të rënda dhe falsifikim dokumentesh në fushën e mikrokredis dhe mbledhjes së detyrimeve financiare. Hetimi zbuloi se këto kompani private vepronin si një entitet i vetëm me sisteme të përbashkëta kompjuterike, financime të ndërsjellta dhe personel që shkonte nga një shoqëri në tjetrën, për të krijuar një rrjet financiar të mbuluar me aparencë ligjore, por me praktika kriminale në thelb. Gjatë më shumë se 9 vite aktiviteti, sipas pak, këta të pandehur kanë përdorur një sër praktikash abuzive, inflacion të palishëm të detyrimeve dhe interesave, ndonjëherë deri në nivele të jashtëzakonshme duke rritur borxhet e qytetarëve pa asnjë bazë ligjore, presioni psikologjik dhe kërcënime për të nënshkruar marrëveshje të reja financiare, bllokim të llogarive bankare, sekuestrim automatik të pasurive, përfshirë shtëpi dhe toka, nëpërmjet ankandeve fiktive që i dorëzonin këto pasuri vetë shoqërive për një çmim jashtë tregut. E rëndësishme mbi të gjitha tashmë mbetet absolutisht dënimi maksimal i tyre. Tipologjitë e vjedhjes janë të ndryshme, por ajo që është më shqetësuese sot, absolutisht, është kur kartat bankare përdoren online. Aty vjedhjet janë jashtëzakonisht të mëdha. E kohët e fundit në Shqipëri ndodhi një e tillë. Sa herë ndodh një grabitje apo një sulm kibernetik ndaj një banke, opinioni publik bën të njëjtën pyetje. Sa para u morën? Shpesh përgjigjja nuk vjen, ose jepet në mënyrë të pjesshme dhe të vonuar. Kjo nuk është rastësi. Në sistemin bankar informacioni mbi humbjet trajtohet me kujdes të madh, për arsye që lidhen me stabilitetin financiar, sigurinë dhe rregullimin ligjor. Së pari, bankat funksionojnë mbi besimin. Çdo informacion që mund të krijojë perceptimin e paqëndrueshmërisë financiare mund të shkaktojë panik. Historia, një raste kur lajmet pa konfirmuara apo të interpretuara gabim kanë çuar në bank run, tërheqje masive depozitash nga klientët. Edhe nëse humbja është e mbuluar nga sigurimet ose përfaqëson një përqindje të papërfillshme të kapitalit të bankës, publikimi menjëhershëm i shifrave mund të keq interpretohet. Së dyti, ekziston dimensioni sigurisë operacionale. Kur ndodh një grabitje apo mashtrim, hetimet janë në zhvillim. Autoritetet ligjzbatuese shpesh kërkojnë që detajet caktuara, përfshirë shumën e saktë të humbur, mënyrën e operimit apo dobësitë e shfrytzuara, të mos bëhen publike menjëherë. Kjo shmang rrezikun që grupe të tjera kriminale të përfitojnë nga informacioni, ose që autorët kuptojnë çfarë dinë hetuesit. Një faktor tjetër është natyra kontabël e humbjeve bankare. Jo çdo shumë e deklaruar si e grabitur përkthehet në humbje neto për bankën. Shumë institucione financiare kanë polica sigurimi për transportin e parave, për grabitje fizike apo për sulme kibernetike. Në raste të tilla, humbja reale përcaktohet vetëm pasi përfundon procesi verifikimit dhe i dëmshpërblimit. Publikimi i shifrave të papërpunuar mund të jetë e pasaktë. Kjo do të thotë se bankat në Shqipëri operojnë të gjitha jashtë transparencës. Në shumicën e vendeve europiane, bankat janë të detyruara të raportojnë incidentet e rëndësishme tek autoritetet mbikëqyrëse financiare dhe bankat qendrore. Por nëse bankat në Shqipëri ruajnë vjedhjet, amerikanët i deklarojnë ato. Një prej shqiptarëve që akuzohet për vjedhjen më të madhe online në bashkëpunim është nga Fieri dhe u arrestua me kërkesën e FBI-s në Shqipëri. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si pjesë e një organizate kriminale infraud në fushën e krimeve kibernetike. Hakeri shqiptar Aldo Imera, i cili i njeh edhe me pseudonimet e internetit, Kubanezi apo Jan Kerman, dyshohet të ishte pjesë e organizatës prej 36 antarësh të krijuar në vitin 2010 nga një shtetas Ukrainas. Në grup ishin dhe 2 shqiptarë të tjerë nga Kosova. Sa vodhën, Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se kishin vjedhur përmes ndërhyrjeve kompjuterike të paktën $530 milion. Urdhri i arrestit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i akuzonte ata për vepra penale më të rënda që parashikon Kodi Penal Amerikan, përfshirë këtu edhe si pjesëtar të organizatave kriminale që shisnin të dhëna të vjedhura kartash krediti. Nga 36 personat që bënin pjesë në këtë organizat, të arrestuarit ishin nga Shtetet e Bashkuara,
Australi, Britani, Francë, Itali dhe Serbi. Grupi ishte krijuar nga një ukrainas që përdorte një forum në internet për të blerë dhe shitur karta krediti, llogari bankare të vjedhura, numra sigurime shoqërore dhe informacione të tjera. Duket pak e çuditshme për shkak se në këtë skem globale ishin përfshirë edhe 3 shqiptar, por aso kohë Departamenti i Drejtësisë amerikane do të deklaronte se padia dhe arrestimet shënonin ndjekjen më të madhe të ndërmarrë ndonjëherë në fushën kibernetike nga Departamenti i Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 8 të huaj u ekstraduan për në SBA, përfshirë edhe shqiptarët. Është shumë e thjeshtë kur ti ke për të paguar në bank diçka. Bëhet nami. Telefonohesh disa herë. E kur banka ka për të kthyer ty, atëherë fillon hezitimi. Fillon mbase edhe një mënyrë e shprehuri ndryshe. Jo ajo me tone të ashpra për t'i kërkuar një qytetari të ndershëm atë që duhet kthej në fakt, sipas kontratës. Në sistemin bankar shqiptar vjet re shpesh një kontrast i fortë në mënyrën se si trajtojnë rreziqet. Kur bëhet fjalë për kredite këqija, bankat reagojnë me shpejtësi dhe ashpërsi. Procedura përmbarimore, penalitete, sekuestrime dhe presioni vazhdueshëm ndaj kredimarrësve. Në përpjekje për të mbrojtur bilancin e tyre financiar, institucionet nuk hezitojnë të ndjekin çdo hap ligjor, duke vendosur debitorin përballë një makinerie të fuqishme financiare dhe juridike. Për shumë qytetarë dhe biznese kjo përkthehet në stres, pasiguri dhe ndjesi frustruese përballë një sistemi që duket i pamëshirshëm. Por kur vjen puna te mbrojtja e vet bankës, sidomos në aspektin e sigurisë kibernetike dhe mbrojtjes së të dhënave, panorama shpesh është më e zbetë. Rastet e mashtrimeve online, vjedhjet e të dhënave të kartave apo transaksioneve të paautorizuara kanë treguar se sistemet mbrojtëse jo gjithmonë janë në lartësinë e kërcënimeve në rritje. Edhe pse bankat deklarojnë se ndjekin standarde ndërkombëtare sigurie, incidentet e përsëritura krijojnë perceptimin se investimi në mbrojtje digjitale nuk ka të njëjtin prioritet si mbledhja e kredive me probleme. Ky kontrast ushqen një debat më të gjerë publik. Pse reagimi është maksimal kur rrezikohet fitimi nga një kredi e papaguar, por më pak transparent kur rrezohet? Ky kontrast ushqen një debat më të gjerë publik. Pse reagimi është maksimal kur rrezikohet fitimi nga një kredi e papaguar, por më pak transparent kur rrezikohet siguria e klientëve? Nëse për kredite këqija mekanizmi është i menjëhershëm dhe i centralizuar, për incidentet kibernetike informacioni shpesh është i kufizuar dhe i fragmentuar. Në një kohë kur bankingu po zhvendoset gjithnjë më shumë drejt platformave online, sfida kryesore për sistemin bankar në Shqipëri duhet të mbetet balanca mes forcës në mbledhjen e detyrimeve dhe përgjegjësisë për të garantuar siguri maksimale për depozitat për dhënat e klientëve. Besimi nuk ndërtohet vetëm me kontrata të forta kredie, por me mbrojtje të fortë teknologjie. Do të flasim tani për vjedhjet e padukshme. Atë në fakt që ngelet pa vëmendje publike. Vjedhjet e parave në bank nga vetë punonjësit e tyre. Kjo është më e rrezikshme. Sepse bëhen vetëm kallëzime dhe policia dhe prokuroria jo gjithmonë janë të detyruara t'i bëjnë ato publike. Por sa thjesht mund t'i vjedhësh bankat në Shqipëri? Rasti i fundit i kapur prej policisë po zhvillohej nga shtetas rumun që nuk u kapën kurrë. Operacioni policor u kodua si Goldish Ace. Operacioni u finalizua nga sektori për hetimin e krimeve kibernetike në Tiranë. Shuma që ata vollën duke ndërhyrë në sistemet kompjuterike me anë të kartave të klonuara apo kartave të vjedhura dhe duke dëmtuar atë mët me mjetet forta për të ndërhyrë në sistemet e tyre, asnjëherë nuk u bë publike. Nga data 9 dhjetor 2023 deri më datën 6 janar 2024, kur u vodhën shuma parash në shuma të më të institucioneve bankare në Tiranë, ata kryen disa dhjetra vjedhje. Policia doli më vonë në një deklaratë publike ku sqaroi se si rezultati i hetimeve intensive të kryera ishin identifikuar dhe shpallur në kërkim 3 shtetas rumun, edhe pse i shpallën në kërkim ndërkombëtar, ata nuk u kapën kurrë.
Por në të njëjtën javë që të gjithë në Shqipëri panë sikur të ishte një skenë një filmi, një grabitje në Itali. Një bandë e armatosur kreu një sulm të organizuar ndaj një automjeti të blinduar që transportonte para në autostradën SS-613 në rajonin e Puljas në jug të Italisë. Sulmi u zhvillua mëngjesin e 9 shkurtit të 2026-s. Banda e grabitësve ishte e maskuar dhe armatosur me Kalashnikov dhe armë të tjera, dhe disa prej tyre imituan policinë duke përdorur makina me drita blu të ngjashme me ato të forcave të rendit. Ta bllokuan autostradën, vendosën automjetët të djegura dhe përdorën automatik dhe shpërthime për të shkatruar blindin, duke krijuar skena që mediat italiane e përshkruan si në filmat aksion. Grabitësit hodhën në erë blindin duke përdorur eksploziv për të çarë derën e automjetit. Pamjet e publikuara tregonin shpërthim dhe tym të dendur mbi autostradë. Promedia raportoi se pati edhe shkëmbim zjarri midis grabitësve dhe karabinierëve italianë, që kishin mbërritur në vendngjarje shumë shpejt. Me gjithë shkallën e dhunës, nuk u raportua për viktima civile apo policë në këtë përleshje. Të paktën 2 persona u arrestuan në lidhje me këtë ngjarje, ndërsa të tjerët janë shpallur në kërkim. Mediat italiane shkruajnë se disa nga autorët janë nga zona e Foggias, një rajon ku fenomeni grabitjeve të blindave është i njohur. Disa raporte mediatike sqaruan se sistemi i sigurisë së blindit Spuma Blok mund të kishte parandaluar grabitjen e parave, duke bërë që banda të mos arrinte të merrte shumë para, me gjithë përdorimin e eksplozive dhe taktikave të dhunshme. Flitet shpesh për cënimin e sigurisë kombëtare, por shpesh harrojnë që 2 janë pikat ku ajo cënohet më shumë. Dhe këto rregulla janë vendosur pasi ra lufta e ftohtë në botë. Cënimi i institucioneve bankare dhe vjedhja e energjisë elektrike. Këto janë ato që lidhen drejt për drejt me sigurinë kombëtare. Sistemi bankar konsiderohet pjesë e sigurisë kombëtare sepse ai është themeli financiar mbi të cilën funksionon shteti, ekonomia dhe stabiliteti shoqëror. Së bari bankat administrojnë kursimet e qytetarëve, fondet e bizneseve dhe likuiditetin e institucioneve publike. Çdo goditje serioze ndaj tyre, qoftë përmes krizave financiare apo sulmeve kibernetike, mund shkaktonte panik, tërheqje masive depozitash dhe destabilizim ekonomik. Një krizë bankare nuk mbetet vetëm çështje financiare, ajo kthehet shpejt në një krizë sociale dhe politike. Së dyti, sistemi bankar është kanal kyç për pakesat, investimet dhe financimin e ekonomisë. Nëse ky mekanizëm paralizohet, ndalet qarkullimi paras, bllokohen pagat, pensionet, transaksionet tregtare dhe kjo prek drejt për drejt funksionimin normal të shtetit. Së treti, bankat janë objektivi i krimit organizuar dhe sulmeve kibernetike. Përmes tyre mund të tentohen pastrime parash, financim aktivitetesh palishme apo destabilizim ekonomik nga aktorë armiqësor. Për këtë arsye, mbrojtja e sistemit bankar lidhet jo vetëm me rregullimin financiar, por edhe me inteligjencën, sigurinë kibernetike dhe institucionet e rendit. Në thelb, kur cënohet sistemi bankar, cënohet siguria kombëtare e një vendi. Trafikantët në Shqipëri kanë shumë para, por dhe terrorizmi ka para. Ato duan një kanal për të kaluar. Kohët e fundit ndonjëherë përdorin edhe para digjitale, kryesisht Bitcoin, por jo të gjithë. Të gjithëve u duan institucionet bankare, e pikërisht paratë e trafikut e të terrorizmit kalojnë edhe në bankat tona. Ka raporte sekrete për një gjë të tillë. Në diskursin publik shqiptar i kthehet her pas here një shqetësim i fortë. A kalojnë paratë e krimit organizuar përmes sistemit bankar? Dhe nëse po, sa transparent është trajtimi i këtyre rasteve? Shqipëria, si çdo vend tjetër evropian, është e detyruar të zbatojë standarde të rrepta kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Bankat operojnë në rregullat posaçme për identifikimin e klientëve, monitorimin e transaksioneve dhe raportimin e lëvizjeve të dyshimta tek autoritetet përkatëse. Megjithatë, debati lind në pikën e transparencës. Raportet për transakcione të dyshimta nuk bëhen kurrë publike. Autoritetet argumentojnë se gjoja publikimit tyre do të cënonte procesin hetimor dhe privatësinë bankare. Por në fakt, ato më së shumti janë paratë që bankat operojnë në tërësi. Krimi organizuar në Shqipëri afërsisht
qarkullon një shifër prej 2 miliardë eurosh, dhe kjo është një shifër që bankat do të bënin çdo gjë për ta patur në kontroll. Ato janë të detyruara t'i bllokojnë vetëm në ndonjë rast të veçantë, të ndonjë sekuestro preventive të vendosur nga gjykatat apo ndonjë konfiskim të mundshëm. Kush e ka gjetur linjën mund të vazhdojë ta bëjë një gjë të tillë. Trafikantët nuk i bëjnë ato në emër të tyre, por në emër të një të afërmi dhe nuk është e vështirë fare të qarkullojnë parat kur bëhet fjalë në Shqipëri. Vështirësia e tyre ndodh për tërheqjen në Europë, e cila nuk lejon as në mënyrë të tërheqësh nga Shqipëria shifrat më dha pa patur një përshkrim për pastërtinë e tyre. Një tjetër shqetësim lidhet me mundësinë e qarkullimit të fondeve që mund të kenë në lidhje me financimin e terrorizmit. Në nivel global, bankat janë porta kryesore ku filtrohen fondet ndërkombëtare dhe pikërisht për këtë arsye janë subjekti kontrolleve nga autoritetet vendase dhe partnerët ndërkombëtar. Çdo dobësi në këtë hall konsiderohet rrezik për sigurinë kombëtare dhe reputacionin financiar të vendit. Në fund, çështja nuk është thjesht nëse paratë e palishme tentojnë të hyjnë në sistemin bankar, sepse kjo është një sfidë globale, por sa efektiv është sistemi për t'i zbuluar dhe ndaluar ato. Dikur të moçmit në Shqipëri thoshin se me shtetin, ujin dhe zjarrin ruaju, mos u merr. Në fakt në kohërat moderne në Shqipëri ka vetëm një. Me bankën mos u merr. Dukshëm në Shqipëri fiton vetëm ajo. Natën e mirë dhe paçifat.